Brother Radio. Përshëndetje të gjithëve, po dëgjoni Big Brother Radio, do të jemi së bashku për plot një orë, jemi së bashku nga e hëna në të premte, vetë nga emri e kuptuat se për çfarë do flasim, pikërisht për Big Brother VIP Albania, sezoni 5, unë gjithmonë pres dhe zgjedh me shumë kujdes se me këtë do t'i diskutoj këto tematika dhe kësaj radhe kam zgjedhur sipas zemrës time, sipas ëndës time, po jo vetëm se mendoj se të gjithë kushdo që ekziston aty jashtë dhe ka rrjete sociale dhe ka një TikTok dhe ka një platformë e ka parë diku, meqense s'dua të them që e ka parë te ne, se te ne e ka parë që e ka parë. Të mërkurave. Të mërkurave e ka parë te ne, po i del hera herës aty me imitimet, interpretimet, analizat, mendimet të cilat thuen hera herës, drejt për drejt, hera herës, me kështu si gjilpëra në një astë këtë kaluara këte. Me nyje, me yçkla, me pena. Me Niko Komanin jam sot. Hello. Sa që? Jam shumë happy që jemi së bashku dhe më pëlqen shumë ta diskutoj për shkak se jam angazhuar këtë vit me Big Brother Radio dhe kam qenë deri diku e detyruar ta ndjek lojën. Jo, në sensin më të mirë është zgjedhja që e kam bërë vet, nuk ma vuri askush pistoletën në kokë, kërkova vet tash, ju lutem, kam qef të flas dhe të angazhohem se e shoh nga shtëpia e bëj këtë punë me kënaqësi. Me kënaqësinë më të madhe për Terezin time, pse mos ti ndaj këto mendime, se mendoj që të gjithë mendojmë që mendimet tona janë të vyera dhe kështu mendoj dhe unë për të mia. Plus na pëlqen dhe drama, që kështu absolutisht. Drama kujt nuk i pëlqen, edhe mendoj që për gjatë periudhës së Big Brotherit është e kam thënë edhe një herë, po e përsëris edhe një herë tjetër, është si e ke parasysh kur hasesh me komshiun edhe nuk është se ke çat flasësh, ngec tek ai momenti të shka, si jeni mirë, po jo, si jeni mirë. Edhe shifeni kështu për 2.5 sekonda, se doni të bashkëbisedoni më gjatë, po nuk ju lidh asgjë dhe thua e ke parë Bigun këto kohë? Edhe direkt, domethënë lulzon, çel një bisedë re. E bukur është që mua për shembull në TikTok, të gjithë për çdo edicion, Niko i thuaj produksionit kështu, çoj veshët. Të gjithë kapin muhabet me mua nëpërmjet Bigut, edhe kur kanë siklet se mbase siç më thon shumica që jo kemi pak siklet kur të shohim në rrugë, kur fillon Bigu të gjithë më kapin ato memet, ato gjërat. Është një mënyrë komunikimi. Është një mënyrë edhe për të komplimentuar është dhe shpejtësia jote me të cilën ti direkt pra fill sa fillon publiciteti, Niko ka krijuar një diçka që është fani mjaftueshëm për një nga situatat. Unë ndjek dhe gjithë gjën live sepse është domethënë momenti kur ndodh vë celularin aty dhe jap opinionin tim live. Ndonjëherë para se ta postoj, uroj mos kem thënë ai budallallëk. Kupton që ti jam 100% Niko. Siç mund të jemi off camera apo off celular, po jam gjithmonë tepër korrekt dhe shumë i sinqert në ato që mendoj. Edhe për sa kohë je i sinqert dhe i rrit tëndes, gjithmonë do jesh i kënaqur me veten, pa çkaç mund të thonë njerëzit e të tjerë. Më pëlqeu dhe performanca tek performanca, qysh jam i non çpas kam. Ishte, shiko, nga me thënë të drejtën, nga mimikat që bën ti ishte një farë performancë. Dgjoj, ne edhe këtu performoja, disa herë më thon çunat aty nuk kanë fytyrë. E ke, unë mundohem edhe synoj gjithmonë që kamerat kapin mimikat e tua, se ndonjëherë fytyra flet më shumë se fjalët. Dhe është për tu uploaduar edhe është arsye sepse videot e tua janë kaq fani. Dua një mendim shumë të shkurtër për sezonin e 5 të Big Brother VIP. Të mërkurën e kaluar kur e diskutuam, unë si çdo edicion vazhdoj të them që ky është edicioni im i preferuar, por në të vërtetë është i preferuari im, sepse kemi ikur larg romanticitetit, kemi ikur larg dashurisë platonike ose dashurisë më mirë të njanshme që vetëm një palë do ana tjetër, jo. Ky Big Brother ka problemet e sotshme, të ditës sotshme. Pra, kish kuptime, një vajzë nuk mund të rri apo të jetë shoqe me një burr të martuar, se patjetër duhet ta ketë të dashur apo situata. Ku qëndron ti me këtë? Kurioze jam. Unë jam asgjë të keqe nuk shikoj te kjo gjë. Tek marrëdhënia e Selin Miri. Fare, asgjë nga momenti që ato madje më ka pëlqyer Selin se ju hodha akuza që po flë me një burr të martuar dhe tha po para gjithë kamerës brenda Big Brotherit. Jo si disa jashtë. Pra që është edhe më keq jashtë kur njerëzit nuk e dinë dhe është
ato s'po bëjnë në fund të Shiko, ditës as edhe një gjë. Ky është një realitet i hidhur jo i Shqipërisë, po i botës ta mban para disa kohësh Këndalili ka qenë ftuar në Live from Tirana dhe tha që realiteti është se mbi 80% e njerëzve në Shqipëri tradhtojnë dhe kanë marrëdhënie paralele. Ndërkohë po e krahasojmë këtë gjë krahasimisht me një fjetje në krevat, gjë që nuk është zgjedhje personale as e Selinës as e Mirit, po ishte diçka e taksur dhe e drejtuar nga Kristi. Ama krijojnë dyshime tek audienca, unë flas për veten time, afati kohor 2 ditor, pra unë personalisht mendoj duke qenë jashtu dhe them, unë si Edea nuk do ta kisha lënë dikë të më përkthelte flokët kur ka 2 ditë që më njeh. Dhe jo se kjo mua më jep të drejtën ta gjykoj Selin, se mua Selin për mua është lojtarja më e zgjuar aty femër. Edhe nëse ka një person që meriton ta fitoj për zgjuarsi, Selina matet dhe hahet deri diku me kë mund të kem unë në kokën time si pretendent për ta fituar. Por është vetëm ajo afati i shkurtër kohor në të cilin ti jep konfidencë dikujt që nuk e njeh, që të bëj një veprim fizik, mua si fillim mund më japi tendencën, dhe mendoj që i ka dhënë dhe popullit atë tendencën për të gjykuar. Në vazhdim, Selin tani në marrëdhënien e saj me Mirit është si një marrëdhënie që unë mund të kem me një koleg, paktën kështu e shohun, që kemi shumë bashkëbisedim dhe afrimitet me njëri tjetrin, hedhim dhe batuta, bëjmë dhe shaka. Ajo çka e bën të çuditshme është Miri, mendoj unë. Po, ajo është tjetër pjesë. Dhe pjesa se mbase dukem sikur mbroj Selin, jo, i shikoj gjërat kështu. Për shembull, se njerëzit thonë po ju dha rasti që të ndronte krevat në ditën e tretë. Mua do më dukej shumë e dobët si banore nëse e bënte këtë gjë, se do dukej sikur she gives up, domethënë hoqi dorë edhe do vazhdoj tani që më pëlqeu që qëndroi. Dhe së dyti nuk gjej asgjë të keqe nga momenti që edhe tani që ka ndruar lojën, ajo vazhdon të qëndron me Mirin, po më pëlqeu se si e menaxhoi. Pra ajo e mori letrën, e lexoi dhe u soll me shumë elegancë dhe finesë, pra nuk e preu me thik. Kam një video që do e diskutojmë pas pak në lidhje me letrën që babai i Selini dërgoi Selin dhe gjithë qasjen e saj që ka ngritur pafundësisht pa pikpyetje në kokën e gjithë audiencës që thon pse nuk ja tha, pse nuk ja ka përshkruar letrën Mirit, pse s'ja ka thënë me detaj banorëve. Po do ta diskutojmë pas pak se tani kemi publicitet edhe do bëjmë analiza të detajuara. Viti i ri sapo ka nisur dhe është koha ideale për një ndryshim. Max Optica ju fton të përfitoni nga oferta e madhe e muajit janar. Vetëm deri më 31 janar të gjitha skeletet optike vijnë me 30% deri në 70% ulje, është një fushat që nuk duhet humbur. Qindra modele në ofertë nga koleksionet më të fundit për çdo stil dhe çdo nevojë. Syze për përditshmëri, për punë apo për lexim, të gjitha me cilësinë dhe komoditetin që ju meritoni. Vizitoni Max Optica në dyqanet fizike ose porositni lehtësisht online. Unë preferoj këtë online-in, ma lehtëson gjithë procesin tim. Nxitoni sepse oferta është e vlefshme vetëm deri më 31 janar. Max Optica, Max Your Vision. Faleminderit. Vazhdoj të jem në studio me shopping, domethënë. Po, dhe aq më shumë blerje online. Vdes. Edhe të dështuarat e jeni i rast aty në shtëpi them s'ka gjë. Po nuk janë në këtë rast, prandaj Niko duhen bërë blerje. Vetëm sa ulje ka marrë dhe justifikoj gjithçka unë. Po ishte me ulje, 30 deri në 70. 30 deri në 70 tash. Vazhdoj të jem këtu me Nikon në studio, edhe po flisnim pak më parë mbi letrën e babait të Selin, që u bë kështu potpuri festive u bë ajo, si tematik në unë faktikisht do thoja këtë gjën që publiku shqiptar është pak me dy standarde. Pse? Sepse i kërkojnë se duar trokasin Selin për lojën e fortë që bën dhe bla 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 dhe ja thotë të gjithëve në fytyrë, ama e gjykojnë Selin që po rri me Mirin dhe kjo nuk është lojë, sepse këtu duhet të ekzistojë një moralitet dhe morali dhe mendoj njerëz të dashur, ti kur hyn në një garë, para se të hysh, ti duhet mendosh në të vërtetë jo thjesht po hyj për famën se është Big Brother. Ti duhet hysh aty me një plan. Pra, te kjo lojë do ke moral, do ke dinjitet. Ajo është dakordsim që secili e bën me veten e vet. Mendoj unë. Bravo, të mendoj unë që ti kur hyn në lojë duhet ta heqësh këtë pjesën e moralit. Un kam një qasje pak ndryshe nga kjo, sepse un them në momentin që ti hyn në një lojë dhe un vazhdoj të them që ajo duhet quajtur eksperiencë, më shumë se sa një lojë.
Nëse ti do shpalosësh veten tënde, ti je Niko dhe unë jam Edea bashkë me moralin që kemi, sado në çdo lloj sasie ta kemi. Njëri e ka 50, njëri e ka 70, njëri e ka 0. Më kupton? Dhe mendoj që ti duhet i rrish deri diku i vërtet vetes tënde, se nuk mund të më justifikohesh mua pasi ti del si banor në tipin që jo, unë jam shumë njëri i moralshëm, por gjërat që bëra brenda i bëra për lojë. Pra, kjo është ajo që unë vetë si audiencë nuk më ngrof shumë. E ke me brikenën ti tani? Jo. Ndoshta, jo. Jo, nuk e kam me brikenën, e kam vetëm me njerëzit që ndryshojnë, pra tjetër për tjetër gjë shesin brenda lojës dhe ma justifikojnë çdo veprim që kanë bërë në lojë në sensin që unë e bëra për lojë. Më falja, nuk është kjo një reality show që unë të kam futur të shoh ty si personazh, të njoh si artist, po tani dua të shoh në 360 gradë mbrapa. Dhe kur unë të shoh nga mbrapa, në mbrapasken, shoh që ka një mungesë humori, personaliteti, morali, diçka XY për secilin. Dhe pastaj ti dalësh thua, "Jo, un jam shumë fani. Thjesht un Po, por kemi parë. Se të dha mundësia për të parë. Po kemi parë që shumë njerëz të tillë kanë fituar. Po kjo dhe këtu kthehem tek ai standardi dyfisht i shqiptarëve. Se ky është problemi. Ky është problemi. Kjo është. Sepse jemi të parët që ngrem gishtin dhe japim çmimin në fund të themi bëri super lojë ndërkohë gjatë. Po, se ishte lojtar. Po çfarë njeriu është ky njeriu në fund të ditës? Pa fytyrë, pa moral, pa kupton edhe aty unë nuk kuptoj çfarë do publiku shqiptar që kështu ka vendosur që nga Big 2-shi të dua ç'a dua unë, jo ç'a do më publiku, sepse në të vërtet publikun ti është me luha, domethënë tani të duan, nesër ti ke bërë një sken shumë normale te koka jote me një sjellje normale. Jo, e kemi parë dhe në Big Brother të tjerë për njerëz që janë kryqëzuar deri në vdekje dhe më pas kanë dalë të preferuar dhe sot e kësaj dite gëzojnë famë dhe dashuri nga publiku kur sta dua t'ju them njerëzve kujtoni, ti fshini komentet negative që keni bërë në të gjitha rrjetet dhe platformat, sepse mendimi juaj primar, i cili ndryshoi rrugës, mund të jetë diku akoma aty në Po jo sa sulme hëngri Egla gjatë rrugës. Po. Dhe të gjithë votuan për Eglën. Egli në të njëjtën kohë është një personazh që u godit jashtëzakonisht shumë vite që kaloi. Sot është një nga personazhet më të mirë paguara nga pjesa e Instagramit apo TikTok dhe njerëzit vazhdojnë e preferojnë dhe e duan dhe ti nuk guxon dot të përmendësh Eglin. Kam qenë në shtator te Ronaldo që përmenda diçka dhe mu sulën të gjithë dhe unë nuk po flisja as keq. Ishte një këshill mode. Pra, kjo pjesa dy standardet, prandaj nuk mund t'i marr shumë seriozisht komentet. Unë dhe i marr më shumë seriozisht opinionin tim si Niko si do veproja unë. Dhe prandaj te Selin nuk e se kam gjykuar shumë. Mbase kam gjykuar mirin. As unë jo, por më pëlqen diçka që edhe uroj shumë ta shtik të në mendimet e gjithë popullit edhe të kujdo që po na dëgjon që mënyra e vërtet për ta përjetuar Big Brotherin dhe për ta analizuar është ta përjetosh dhe ta shikosh nga këpucët e tua. Pra unë nisem e fuz veten tek këpucët e personit tjetër dhe them unë si Edea si do kisha reaguar në këtë situatë, pa çka se është shumë e paparashikueshme unë te koltuku në shtëpinë time, me punën time, me shoqërinë time dhe me gjithë jetën sociale që më karakterizon të krahasohem me dikë që është i izoluar, nuk di asgjë ç'a bëhet me jetën e tij dhe me imazhin e tij, dhe është i mbyllur me ca njerëz që nuk i ka zgjedhur. Se në fund ditës unë e them gjithmonë këtë, unë dal mbas dite, pi një kafe me Nikon, edhe qetësohem dhe i harroj streset e ditës, kurse ata janë gjatë gjithë kohës me njerëz që nuk i duan, nuk i durojnë, zihen, debatojnë, që ju kanë thënë, pra ti po rri me armikun tënd, ose me miqtë e tu, po jeni një gjellë e madhe aty, edhe jeni të detyruar të rini, po s'ka një moment pushimi, e kupton? E para dhe dyta ato nuk shohin fare natyrë. Gjë që unë kam qenë në një reality tjetër totalisht ndryshe dhe ne sa do të ziheshim aty ishim shumë të qetë se ne dilim aty ti do përballesh me atë se jeni brenda një shtëpie, ti nuk del fare. Pra, edhe që njerëzit që shikojnë banorët që acarojnë nga mëngjesi dhe në darkë bëhen prapë, edhe këtë gjë e kuptoj, se është aty për aty dhe e kuptoj dhe presionin, e kuptoj dhe stresin, prandaj më ka pëlqyer Selin që në fillim që edhe pse i ka bërë gjithë shtëpia presion, i ka qëndruar të vetës. Për këtë është një lojtare fort dhe është e pamoshme. E ndjekim pak videon e Selin teksa flet për letrën e tatit. Yes. A letrën s'ke majti? Jo, pa të kisha majt, e kisha lexuar mire. Do ma jepja? Po të zajevja, do të lexoj për kuriozitet. Edhe pse unë për shpirt do doja shumë që ju ta kishte dëgjuar, se po pranaj se kemi dëgjuar. Tip një kështu një tani një sekond bëj pyetje tamam.
Doje që ta dëgjoni gjithë apo unë? Doja të dëgjonin... Ajo është me kështu, me shishë. Po, doja të dëgjonin gjithë për tjetër arsye edhe ti për tjetër arsye. Unë veç? Gjithë, bashk, të tjerët për tjetër arsye, ti për tjetër arsye. Pra jo për të njëjtën arsye? Po. Mund të dim për kë arsye? Po, të tjerët për patur një arsye më shumë për të xhelozuar, për një gjë tjetër që ndoshta se kanë. E kuptova. Dhe unë e kam. Ndërsa ti për ta kuptuar gjithë atë që kam shpjeguar gjithë të kohë si është marrëdhënia jonë, për ta kuptuar. Ta kuptoj unë? Po. Nga letra ne? Po. Oh? Po sigur të zgjidhje për shembull, të vinte një ofertë që thoshte, kush duhet ta dëgjoj? Po patjetër që ti, mo. Ashtu, ha? Mos është më rëndësishme tash ta ashtu ata. Për të punë e lojë, xhelozia, etj. Jo. Do ndikohesh unë? Jo. Jo? Po i çaj? Po jo. Çfarë ta lezoj? Shumë i lodhshëm ky mirë. Më pëlqen pyetja fundit, do ndikohesh unë, dhe ajo i thotë jo. Sepse mendoj që thellë Selin e di që ai lojën e vet do vazhdoj ta bëj dhe nuk do ndikohet as nga një letër. Jo, po mendoj diferencën e një binjaku me një peshore, domethënë. Jo, unë e shoh Selin nga mënyra si e përgjigje janë të prera, janë deri diku shumë misore, shoh dhe Mirin që është i kthyer kështu, i flet vetëm gjua e trupit që është 360 gradë i kthyer i fokusuar. Domethënë ai komunikimi më solli pak cringe-gjines, duke e parë nga ekrani. Pra, ajo pyetja do ishte vetëm për mua, Po, unë apo ata, Do zgjidhja mua apo ata? Pse do zgjidhja mua? Kjo që mua këtu më duket pak e bezdishme. Nuk do doja ta quaja shenja manjaklëku, po. Por e quajte pak. E quajta shumë pak. Por mbase mund të jetë pjesë e lojës ti, se nuk e di. Domethënë Këtë besoj do ta marrin vesh në fund, ose do e marrin vesh tek ato emisionet mbrapa. Se ai do shofi, nëse ka gabuar do thotë po kishe pjesë e lojës. Që ai do ta pranojë ndonjëherë që vërtet e ka qef atë vajzën, dyshoj se ka për ta pranuar ndonjëherë. Po shkojmë publicitet edhe e flasim më në detaje sa kështu deklarata të forta, apo bëjmë kështu bindje personale, ai s'do e pranoj kur, ai ka për ta. Kurse si ai do të thotë ishte pjesë e lojës dhe ju budallën më besuat. E flasim në publicitet këtë Nikon. Jemi rikthyer në Big Brother Radio. Të pëlqen kjo melodia. Oh, zemra, intro më duket totalisht beautiful. Ti je vogël. Se ke ndjekur, po është Beautiful, një serial i viteve 90, është totalisht rich edhe kështu drama, I love it. Ka i farhyrje, është e vërtet. Mirë, jemi këtu me Nikon, sërish për ju që po na dëgjoni për herë të parë, kjo është Big Brother Radio, pak minuta, kush na dëgjon për herë të parë, duhet jetojmë poshtë gurit. Po ka dhe njerëz që jetojnë poshtë gurit. E vërtet. Por në ka diçka që unë e di që unë dhe Niko, nëse nuk puqemi në disa mendime, këtu puqemi, janë teoritë konspirative. Se di, unë puqem me ty në shumë... Në shumë gjëra puqemi, po them nëse kemi dhe në një qasi që ndryshon me një 30 grad, 20 grad, 35 grad këndore. Prandaj ta adhuroj, se puqemi në shumicën e gjërave. E di, shpirt ka ca gjëra që ne na puqin kështu në nivel divin. 100%, po. Dhe ato janë teoritë konspirative. Ishte një teori konspirative që u hodh ustis Prime-in e kaluar, besoj, nuk e di a do diskutohet, dyshoj se do diskutohet këtë javë, sa që dhe vetë Ledioni po thonte që një sekond se mos ndoshta ka pak më shumë të vërtet këtu nga Kesin, motrën e Stelinën dhe Mirin. Po. Pra nga një dhe disa lule sekrete ose jo të blera për një të dashur ose jo. Se di, më duken... Një gjë nga jashtë e futur brenda. Jo, më duken edhe disa hints. Unë ca lule të marr 100 lule deri në fund për 100 ditë. Ishin ca gjëra të dish unë kur kam qenë te ky reality tjetër që po të them, unë kisha hintse. Se shumë bëhe për më. Jo, po them që nga momenti që kisha unë absolutisht këto unë mendoj që kanë hints. Ka hints. Ka hints në gjithçka zemra, akoma dhe kur vjen i ftuar surprizë, unë mendoj se kanë hints. Dhe në mënyrën e të folurit ti je xha i limituar se nuk mund t'i thuash ca gjëra ball për ball, duke qenë se as mund të fusësh informacione nga jashtë e të tjerë, kështu që këto hincat është i zgjuar është ai që e kupton. Ta shohim pak një video ku Miri flet për këto lulet.
e suggestionuara. Kështu, po kjo denigrim imazhi, familja apo. Apo kupton çfarë po them? Pavarësisht se ato jashtë opinionistët e bën ndryshëm. Do të balancoj çik normalisht. Siç e thonë se edhe ju keni bërë dhe pastaj zar fizik te kur thotë. Tha, që ama mi se lule ke çu. O, sa bukur. Pa të thuja grustimit që i ka çu lule. Dashnoreve. Se ku i bi tash? Gruza, ama se Monika tha. E mos e tha Monika, s'ka problema. Se mi loj. E pra jo, se si mi loj, se si kom çu lule tu. Në lulet e nashtë. Dhe ti fute një gjë, edhe këtë gjë ti se ke pa, më ka thonë ky i e shpifës. Kur mos u boft gjëja, po unë të pak në mi dalë për para që nesër pas nesër, kur në dalë, të të gruja valla, minimumi. Unë kam një pyetje që e mendova ta mirë. Jam kurioze. Po mirë, se zakonisht ndodh kjo gjë kur në Big Brother një personazh merr super fam si për mirë si për keq, ndërhyn personazhe të 4, të 5, të 6, të 7. Gjithmonë. Nuk do dalin ndonjë nga këto të dashurat, ka shumë të dashura që pas ka mirë i që dhuron ka lule që do thot, po, disa nga lulet më ka dhuruar mua, një tjetër do hidhet, dhe do shikojmë të gjithë që janë shumë të dashura. Sepse mendoj që kemi arritur edhe në një fazë që në Big Brother duan të përfshihen edhe njerëz që Pas e tham çik më përpara që jetojmë në një shoqëri ku njerëzit nuk duan të zbulohet që kanë marrëdhënie me dikë që është i martuar. Dyshoj se dikush do dali me vuvuzela dhe me trompet dhe do thot mua më ka bler ky djali lule, po në të njëjtën kohë ky djali është i martuar. Ti mendon që s'ka njerëz që bëjnë gjithçka për famë? Ka njerëz që bëjnë gjithçka për famë, por këto mund të jenë vajza që nuk janë televizionit. E kupton? Ose vajza që se ka dhe diçka që famë ti bën gjithçka për famë, po hyrja jote në botën e showbizit, duke qenë një njerëz i thjesht, nuk është me diçka Ja, shikoj Tash shumë. kaotike. Po mundohem ta mbroj mirin dhe të gjithë ma mbyllin gojën se më gjejnë diçka për të më thënë që po, ke të drejtë, por nuk është ashtu. Jo, shiko, Miri është lojtar i mirë, ditë krijoi aleanca të mira për mendimin tim, është i zgjuar, është lider në sensin e të paturit followers, pra krijon njerëz që e ndjekin dhe i vinë nga pas dhe ja dëgjojnë fjalën. Nuk më ka befasuar me ndonjë argument të tij në sensin që të kem thënë, wow, kjo po që ishte një goditje mas qafe, po themin ne, bravo. Duket kështu, një lider i parrezikshëm. Por ka diçka që në fund të ditës ti mund të jesh një njerëz jashtëzakonisht shumë i artikuluar, i zgjuar dhe lojtar i fortë dhe je vetëm, po marr rastin e Kristit, Po. që Është tek puna. është antagonist, është personazh i negativ, është lojtar shumë i fortë. Por është vetëm. Është. E kupton? Është. Pra, po marr këtë shembullin dhe po e krahasoj me dikë që ndoshta nuk ka të njëjtin argument, por vjen batalion. Po. Dhe të dy ju arrinin të shkonin në finale. Pra nuk ka strategji të gabuar në momentin që unë dhe ti jemi ballë për ballë njëri tjetrit dhe jemi të dy finalistë. Edhe jotja pas ka funksionu, edhe imja pas ka funksionu. Ama në lidhje me po e them besnikërin e diskutueshme të Mirit, që të gjithëve do na diskutohet gjithçka dhe kujtdo që futet dhe është banor i Big Brotherit i diskutohet gjithçka, ama ti ke një raport të dyshimt me një vajzë 23, bravo, 23 vjeçare aty brenda, që të gjithë po ta dyshojnë dhe ti vazhdon as nuk e mohon. As nuk thua gjë dhe qartazi ke një xiz në syrin tënd, pa ajo është subjektive, këtë nuk mund ta themi si faktike. Ndërkohë të vinë dhe informacione që ti bën kërke lule jashtë. Dhe me shumë të drejtë Miri i thotë Angelos që si mund të ndihet gruaja ime kur i dëgjon këto gjëra, sepse dhe arsyeja që publiku i është kundërvën Mirit dhe unë si një vajzë 27 vjeçare me shumë të drejtë e shoh dhe them, hey, unë nuk do të doja një burr të ardhshëm si ti. Sepse nëse unë e lë burrin tim të futet në një reality show dhe e shoh që afrohet me një vajzë 23 vjeçare në atë mënyrë, i thon njerëzit tek tuk muhabete lulesh që mund të ketë bler ose nuk i ka bler. Sa do besim të kisha tek bashortim, do më lindin disa pikpyetje. Atëherë pse s'dela ajo të flasi? Ja dhe gruaja e Erikut që isha tek Big Brother Fan Club të dielën, tha, hera fundit që kisha dal ka qenë në 2019-ën. Sepse shikoj, unë këtu jam vendosi shumë të thyej heshtjen edhe pse si pëlqen fare bota televizionit, tha nuk jam e përfshirë, por erdhi momenti që të dilja dhe të flisja.
sepse ne aty u përmend dhe nëse janë ndar apo nëse janë dhe tha nuk ekziston asgjë. Prandaj them që duhet vi një moment që ajo erdhi dhe i përgënjeshtroi, por në këtë situatë ku ndodhet, unë se shoh as me vend të dalë as të përgënjeshtroj diçka, më kupton? Pra, nuk e di, unë mendoj diçka në momentin që ti je një personazh publik dhe ke një partner që ka zgjedhur të ketë një jetë të thjeshtë dhe mos jetë fare një personazh që del në televizion. Është zgjedhja vet, edhe as nuk do doja ta vija partnerin tim, siç nuk do doja që as një personazh publik, se unë nuk jam, i thënë nemi kështu C-list celebrities, D-E-F-G-G, nuk jemi tek as të A-ja, as të B-ja, as të C-ja, jo. Por nuk do ta vija në një trysni që të ishte e nevojshme që ky njeriu të dilte nga korniza vet dhe të vinte dhe të fliste publikisht, se nuk e ka zgjedhur atë jetë. Nuk ka asnjë lloj arsye pse të vi dhe as t'i japi llogari kujt as diçka tjetër. Ideja ime e vetme dhe e vetmja gjë që kisha kur e pash këtë videon është që doja t'i thoja Miri tani u kujtove për gruan tënde që domethënë është pak bon. Por dua sërish ta justifikoj Mirin që thonë jo po është 45 vjeç, ç'lidhje ka, ai në moshën e Selinës do ta kishte vajzë. Pikë së pari pse duhet 23 vjeçar? Jo, unë këtë nuk e kuptoj fare. Të patjetër të kenë një fëmijë që kur je 23 vjeç së pari. Së dyti sado Miri është 45 vjeç dhe nuk përket në këtë gjeneratën e sotshme. Ai ka qenë gjithmonë këngëtar, pra ai bie superstar, pra nuk ka qenë ai personazhi familjar. Dhe nuk më duket ka njerëz janë 45 që unë njoh dhe nuk kanë fëmijë dhe janë bër ka një vit që janë bër. Më falje, jetojmë në një vend ku ke plot 23 vjeçare të lidhura me 45 vjeçari. Bie që Leonardo DiCaprio e të tjerë, po është, domethënë, është s'vlen për to. Domethënë, si argument mund të isha e para që do thoya çfarë po thoni. Nuk madje këtyre edhe i duar të kasim se bravo rregullove jetën. Domethënë jemi në këtë standard dhe e them pa doreza fare. Gruaja e dytë merret gjithmonë me re se të rinon thon. Absolutisht, dhe unë e mbështes të gjën dhe ja uroj të gjithë njerëzve që njoh të kenë atë fat zemra. Mirë, pas pak do flasim për nominimin e Brikenës. Po, ishte si një kuti Pandore, për çka se nuk ishte një kuti Pandore. I like her. Të mrekullueshmin, shokuesin, nominim të papritur të Brikenës Prime-in e kaluar. E prisja me vërtet? Jo, unë jo, nuk e prisja. Me prisja. Unë e pash që po skanonte dhomën, por është etiketuar për gjatë kësaj jave si dy gjëra të ndryshme. Hera herës si një veprim i nxituar për shkak se ky njeriu ka ardhur dhe ka thënë këto gjëra për mua dhe nuk i ka përgënjeshtruar dhe i ka qëndruar të tijes nga ana Brikenës. Pra Mateo ka ardhur, ka thënë që mes nesh ka ndodhur një puthje, puthja nuk ka ndodhur, ky djali nuk po e mohon, ndaj unë si shkak pasojë e sjelljes së tij po vendos ta nominoj. Dhe herë të tjera është diskutuar si lëvizja e mbretreshës nga vetë ajo, duke i thënë Mirit dhe Selinës që ka qenë vëmendja vetëm tek ju, tani ka për të kaluar tek unë dhe tek Mateo. Dhe nuk e di cili variant është. Të dyja, unë mendoj që Brikena nuk e ka falur atë, nuk do ta fali. Është duke përjetuar Brikenën 2 muaj, di që është një njeri jo që i ngelatri shpejt, po mendoj se aty ka qenë e ofenduar. Pra u bë diçka jo para në mes të një tavoline me 10 veta, po para gjithë Shqipërisë dhe Kosovës dhe është ndjerë ofenduar dhe nuk mendoj që do ta harroj Brikena. Ka reaguar bazuar në ndjenjat e saj. Emocionale, sepse Brikena sado e fortë duket, është emocionale si tip. Pra nuk është gjithmonë ajo vajza që është like the boss lady, është ajo vajza që mërzitet, që reflekton në fytyrë, do të thënë vetë hyrja Mateos reflektoi një diskomfort. Po. Një diskomfort total në dhe ajo e tregoi, i tha dhe Ledionit që unë mendova që e keni bërë kastile për këtë gjë derisa Ledioni ja shpjegoi që jo, nuk bëhet asgjë kastile në Big Brother. Duam ndjekim edhe një klip që ka të bëjë pikërisht me Brikenën edhe këtë. A është lëvizje mbretreshe, a është unë ndjeva e ofenduar dhe po reagoi nisur nga. Se ka thënë që edhe e kanë bërë për ta arritur, për t'u aktivizuar pak. Selini me Mirin për krevatin e për shpinë kështu, jemi ne kur fjala e javës. Unë dhe ti. I ka thënë Mateo. Po, shumë tha Mateo. Po mirë, edhe këtë mendoj që mund t'ja ketë thënë Brikena. Edhe ma ka thënë dhe Brikena vetë. Ti ku vëmendja ty tha. To 4 ditë ja mund dhe Mateo. Është problemi që ato mendojnë që vëmendja është të krevate. Po nuk ka rëndësi se ç'a mendojnë ato. Por i ku vëmendja nga ju tha. Erdhite neve me vëmendja, ç'a bëra unë tha.
Po të dalë ideali, thashon? Na ideali nuk del. Po pse nuk del? Po dalje. Po dalë ideali. Po dalje, çan më Brikena? Del shumë keq. Po pra, do të them unë ti kur e fjala, se merre mua po. Po ajo tani ka lut pisët, e kupton? Ka bërë këtë që thua ti. Dhe në syrin e Mateos i ka thënë që ne jemi kur e fjala. Po Mateo prapë, dhe pse ajo ka luajtur në këtë mënyrë, Mateo prapë nuk është dakord me Po më tha, mos jam dakord. Po, tha, dhe edhe mua më ka thënë. Dakord. Tha, okej, u sqaron disi, po prapë nuk është në një përgjigje që mua më ngroh, kupton se. Tani po plas për Brikenos, po plas për Mateo, se Mateo ka shkull në nominim. Brikena është I think she's bluffing with her muffin. She is bluffing with She's her muffin. bluffing, Është duke bërë bluff, domethënë e ka, edhe unë mendoj si ti. She's bluffing, domethënë para këtij she's bluffing, domethënë ja ka thënë thjesht për t'i matur pulsin dhe për ta bërë pak uncomfortable, se ky e besoi. Po e besoj, por e ka bërë dhe për të treguar që jo, nuk u nisa nga ana ime emocionale, unë jam një lojtare e fortë, kam bërë lëvizje mbretëreshe, e kam bërë këtë gjë të mirë menduar. Ajo çka ka diçka që Dhe të garantoj diçka, edhe nëse 1 në 1 milion Brikena bie në dashuri me Mateon, ajo mund të luftoj me ndjenjat e saj pafund, ajo s'do t'tregoj asgjë. e besoj edhe unë këtë gjë. Jam 100%. E besoj sepse do t'i qëndroj Deri në fund se stoike është karakteri deklaratave të fort, saj që Hyri ashtu dhe mendoj se do dali ashtu. po. Jo, ke të drejtë deri këtu, ama ka diçka që ajo është një lojë shumë e kalkuluar. E i zgjuar është ai që gjykon ftohtë. Në momentin që ti nisesh nga ndjenjat e tua dhe është e pashmangshme që ti në një reality show të ecesh nga ndjenjat e tua, se je aty, je izoluar, i ke njerëzit aty, nëse Niko mua më ka krijuar shumë rëndesë emocionale, unë Nikon do ta nominoj pa marr parasysh pasojat që mua mund të më vinë nga kjo gjëja, sepse një nga pasojat që nuk dua të bazohem nga komentet e njerëzve, por ka diçka që e foli siç e foli muhabetin me Mateon, e ndan që nuk do flasin më në detaj për çfarë ka ndodhur midis të dyve jashtë shtëpisë. Mateo e respektoi këtë gjë dhe e mbylli si bashkëbisedim dhe me sa kam parë nuk e ka hapur më marrëdhënien e tyre jashtë. Dhe all of a sudden, pas një farë kohe, Brikena rikujtohet dhe thotë se mos ndoshta ky vazhdon dërdëllit. Kështu që unë po e sakrifikoj dhe ka një gjë që Brikena është lojtare shumë e fortë, po për mua Brikena harroi një detaj shumë të rëndësishëm që ka ndodhur në çdo Big Brother tjetër, kur ti e merr tjetrin dhe e hedh tek ujqërit, sapo e bëre të preferuar tek publiku. Sepse gjithmonë njerëzit dikë që sulmohet padrejtësisht nga pjesa më e madhe ose nga dikush ose kryqëzohet, jo për një arsye që ju bën sens, automatikisht njerëzit e duan dhe e mbrojnë. Është gjithmonë është në vetë qenien tonë humane që dikë që e shohim si të pambrojtur ose që sikur ju bën një padrejtësi, të flasim për të, ta mbrojmë edhe të hidhemi. Ke të drejtë. Kurse unë mendoj duke e njohur aq pak sa e njoh që Brikena sakrifikoi sipas saj lojtarin më të dobët. Mendon se e shem Mateon si të dobët? Po. Brikena mund të varet nga një debat edhe nga Kristi, duke parë se ai është i fortë, apo mund t'i futet edhe çifti t'i luftoj sepse ato janë të fortë dhe diku do kap. Mateon edhe është ripërsëritur kjo pjesa romancës për diçka, për më tepër siç thash, ajo nuk mund të thotë, nuk mund të bjerë në dashuri tani që ças bëri, kupton? Edhe thjesht mendoj që mund të jetë edhe kjo gjë. Okej. E vetmja gjë që mua nuk më pëlqen. Sa nuk nominonte dot as Aleksandrën as Artanin, që mund nominonte një nga ato dhe ti ishte qafe shumë u dëgjua keq. Miri nuk donte ta nominonte, edhe pse Miri thotë që unë i thash që më nominon mua sepse unë isha pjesë e debatit dhe ja vlen të më nominojë mua. Edhe unë shumë mendoj, edhe unë jam shumë kundra njerëzve që thonë jo, po ti duhet të çosh në nominim dy më të fortët. No. Jo, nuk është ajo, por unë mendoj që do dilte shumë lojtare fort nëse do thonte, di si është puna njerëzit që na kanë bërë zhurmusin këtë javë dhe janë çuar përpjet me Ragaç Draga Ulrikse, le dalin kokë më kokë se na kanë hap kokën. Edhe nxirri kokë më kokë me njëri tjetrin dhe do kishe më shumë vetë audienca dhe publiku do thonin okay, bravo.
kjo ishte një vajzë e zgjuar, një lojtare e zgjuar, se sa unë du me e heq se ka ardhur dikur ka thënë këtë dhe Por edhe janë nëse ka zgjedhje- zgjedhur këtë opsionin tjetër, domethënë që ka zgjedhur më të dobtin, unë ato do isha në fillim. Më të dobti që të Gjithmonë, sqarohej patjetër. gjëja me kë kam se nëse kam një të fortë dhe një të dobët dhe më ikën i forti, unë mendoj se edhe i dobti është i fortë. Prandaj bëhet pastrimi, pastaj luftojnë titanat në fund midis. mirë, do e shohim, atë është njëri fuqizuar, tjetrit. ndoshta mund të vi dita se në zgjat ky Big Brotheri dhe ndrojnë dhe opinionet që mund të hyjë dhe tek lista e lojtarëve të fortë. Nuk është aq djalë pa argument. Mendoj unë, me sa kam parë. Yes. Un kam një pyetje të fundit, se shoh që jemi drejt fundit, ha? Jemi. I paqëndrueshëm emocionalisht dhe lehtësisht i influencueshëm është sinonim, është e njëjta gjë? Jo, nuk është e njëjta gjë. Okej, sepse të dielën isha tek intervista dhe po thoja po flisnin për Erikun, që by the way kishim dhe një video shumë të bukur, po s'dia kemi kohë, që Ariani mendonte që është emocionalisht i paqëndrueshëm, ndërkohë unë mendoja që është lehtësisht i influencueshëm. Emocionalisht i paqëndrueshëm është dikush që është bipolar, herë të do, herë s'të do, herë të puth, herë s'të puth, herë të flet, herë s'të flet. Çmendur më thojnë za. Lehtësisht i manipulueshëm është dikush që mund të ketë një mendim shumë pozitiv për ty, mjafton të pi kafe me dikë tjetër që i thotë di si është puna e dea shumë vajzë e keqe dhe vjen dhe më shikon ndrysh. Por kjo ndodh pasi dikush i ka çuçuritur Që kisha të drejtë, domethënë që nuk është e njëjta gjë. Okej, jo kaq se domethënë hyra dhe googlova se në ato momente. Ka shqetësuar kjo gjë nga e dira deri tani ke pasur pikpyetje me veten. Po unë jam overthink, hyra kontrollova, pyeta njerëz që flasin gjuhën shqipe, diferencën në të vërtetë më treguan shumë veta që si ishte e njëjta gjë se u fol me shumë kompetencë Ta sinonim. shpjegoj unë se i kam shumë qef dhënien e shpjegimeve mbi kuptimin e fjalëve. Së bashku do të dëgjojmë sërish nesër. Niko, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Nesër mos ma harroni të më ndiqni mua, Joniden, Lejn dhe Antonin. E vura veten të parë me që jam këtu. Në Pardon My Friends në orën 6. Hajde se filloi Prime, lëviz. Ikam.